Përshëndetje, sot nga një zonë shumë e rëndësishme për mendimin tim, gjendem në Physiosport Center, në Functional Zone, në zonën ku realisht pacientët tanë marrin përmirësimin afatgjat, por në një zonë ku përveç që pacientët rehabilitohen, por edhe mirëmbahen dhe parandalojnë traumat e aparatit muskuloskeletik, dua t'ju jap një mesazh informues që fizioterapisti nuk është vetëm masazhator, fizioterapia nuk bën vetëm masazhe, fizioterapia nuk është vetëm përdorimi i aparaturave, aparaturat luajnë rol dytësor në procesin e rehabilitimit, aparaturat janë të rëndësishme përgjatë procesit të rehabilitimit dhe cilësia e tyre janë të rëndësishme, por mbi të gjitha lëvizja është e pazvendësueshme nga asnjë aparaturë. Fizioterapia është terapi manuale, është terapi në lëvizje, në formën e dur, por mbi të gjitha është arsyetim klinik, është formim profesional. Prandaj ne ju ftojmë të përzgjidhni drejt, përzgjidhni fizioterapistin përpara se të përzgjidhni fizioterapinë. Përzgjidhni standardet më të larta ndërkombëtare të AIFOMT, IFO-MPT, për mos vendosur në rrezik shëndetin tuaj.